SPAK ka marrë të pandehur ishte kryetarin e komanduar të Bashkisë së Tropojës Zyra Islamaj, të cilën e akuzon për korrupsion pasiv, pasi rezulton se është përpjekur përmes një tenderi të hapur të favorizojë ndërtimin e një ure për familjarët e saj. Përpos ishte kryebashkiakës së komanduar të Tropojës, SPAK ka dërguar për gjykim edhe ndërtuesin ndaj të cilit rëndon akuza e korrupsionit aktiv. Nga hetimet e SPAK ka rezultuar se Islamaj ka ndërhyrë tek ndërtuesi për të ngritur urën mbi provin që kalon pranë shtëpisë së motrës së saj. SPAK thotë se Islamaj planifikoi të angazhonte edhe teknikun e mirëmbajtjes së rrugëve, punonjës në Bashkinë Tropojë për ta ndihmuar ndërtuesin. Edhe ndërtuesi nga ana e tij ka pohuar se ky ndërtim nuk ka qenë në procedurat e tenderimit dhe ai do t'ia bënte dhuratë kryetares së Bashkisë Tropojë të komanduar. Ura, megjithse nuk është ndërtuar, hetimi ka nisur pas një denoncimi të PD-s edhe në nëntor të vitit 2024. Zyra Islamaj u komandua në krye të Bashkisë së Tropojës në shtator të vitit 2024 pas arrestimit të kryebashkiakut Rejgj Biberi. Ky i fundit me një gusht u lirua nga arresti shtëpiak, ndërsa akuzohet për veprën penale shpërdorim detyre.